Përshëndetje, Sami Gjoka. Ndesha të flas këto momente, flas me vetën time këtu, që me sa kuptoj unë jam luft me kohën, sikur se është çdo njeri. Edhe ajo që më trëm më shumë nuk është humbja e jetës, sepse asgjë nuk humbet, është diçka kalimtare, por humbja e mendjes, ajo do ishte e tmerrshme. Edhe pse them këtë? Në radhë parë një herë ne duhet dim që jetës nuk e dihet. Ti mund të jesh me një veshk, edhe që në rinin tate, kur të tjerët ishin të shëndetshëm, të shëndosh fizikisht, ti shkabosh operim dhe nuk e dihet të tjetosh ajo. Edhe jeta është ajo që çuditshme sa që ti shkon dhe jeton 80-90 vjet, kurse ata që ishin gjithë shëndet vdesin një nga një rrugës. Pra ai që nuk pritësh të vdiste vdes, dhe ai që pritësh të vdiste që para 50-100 vjetësh vazhdon të jetoj. Pra është e çuditshme jeta. Por ajo që është më e frikshme në rastin tim është humbja e qartësisë mendore. Unë shikoj vazhdimisht kur marroj një video dhe e shoh videon që përdor terminologji tjetër për tjetër, ose emrat e njerëzve, i ngatroj si harroj në moment. Edhe në fillim mendova se kjo është e përhershme, mendova që ka qenë një kalimthi, mirë po është në çdo video, në çdo kohë unë harroj. Për shembull, nuk mund kujtoj për momentin as emrin e Edi Ramës, ose po flisje mron po bëj një video rreth gjuhëtarëve shqiptar, që gjuhëtar ka plot, po gjuhëtarët që janë anëtar të Akademisë së Shkencave dhe Shkencave Shqiptare, pra paguhen për të shërbyer shkencave shqiptare, për të promovu ata që është në interes shqiptarëve, edhe për të përgënjeshtru shkencërisht ata që mohojnë vlerat, vjetërsinë e gjuhës shqipe, historisë, ku të diun. Pra nga këto gjuhëtarë që paguan pikërisht për këtë me parat e kombit, me parat e shtetit, nuk them për gjuhëtarë thjesht universitetës që kanë edhe ata e kanë detyrë të tregojnë saktësisht të vërtetën rreth asaj që flasin, por kryesisht këto që paguhen me parat e shtetit edhe flasin, bëjnë punën e serbëve, e të slavëve. Edhe unë shikoj aty që harroja, për shembull, harrova emrin e Milan, edhe tash prapë harroj. Budimir, I think, e ka. Pra i harroj në sekond. Për shembull, ngatroj do të flas për një austriak, e them australian, dhe nuk mundem për drejt të kujtoj aty pastaj që po. Edhe këto janë shenjat që unë dal nga dal po e humb qartësinë mendore, po vjen ajo që quhet Alzheimer's disease, skleroza, që ka quhet, edhe kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme, kjo është e tmerrshme, nuk është humbja e jetës. Humbja e jetës nuk është ajo. Edhe për çfarë më vjen keq tash në qoftë se kjo do ndodh? Më vjen keq vetëm për një libër që kam 3-4 vjet që merrem dhe shkruaj, edhe kur s'm ka zgjat në herë son, zakonisht në qoftë nis të shkruaj një roman, e bëj për 3 javë, se nuk e shkruaj më, unë kam gjonat spontane, pra shkruaj, pra unë nuk rrie mendoj gjatë për të bërë diçka, por vjen gjona spontane, gjona që më ngacmojnë në moment, gjona që më duken të papranueshme, sidomos për shembull nga ata që hiqen intelektual, edhe na japin sa teza e
teori mediokre të turpshme të papranueshme ose dikush që është qeveritar, politikan apo që kërkon të zgjidhet në fushat. Për shembull dje ishte një vajzë aty. Edhe unë për një arsye, një tjetër, këtë radhë e kam kafshu atë gjuhën, e kam myll gojë dhe nuk flas kundër antidemokracive të Sali Berishës, për arsye se kam obligime shoqënie, për shembull kryesisht familjes Luku, njerëz të mrekullueshëm, miqtë e mi, Bedriu e Gazi, shokët e mi, ata janë më të vegjël në mosh, po shoqëria kur vi me bëhemi burra, i harron ato dhe edhe prej tyre të është unë kam kafshu buzë dhe nuk kam kafshu gjuhën, edhe nuk mund flas kur shoh padrejsi, unë kam qef të kryesisht kur shoh një gjë të bukur, e që me eksiton, që me entuziasmon, ta ngrej lart, dhe kur shoh diçka që shtonon, nuk më ndëroj dhe duhet flas. Për shembull ishte një femër dje atje në internet, edhe thoshte që ky Edi Rama është paska kritiku një vajzë apo një gru, apo ndoshta dhe ka sha republikane, ashtu më falë. Shikoj që thashë një që harroj, se e di që kundërshtarët këtu të socialistëve kanë qenë republikan, pra demokrate të Partisë Demokratike, edhe hidhesh kjo, bën një video që më qau jashtëzakonisht e përshtirë, flet me gjuhë të bukur, flet me një ton të admirueshëm, është pasionante, e artikulon mirë fjalën, kjo vajza, video e bukur. Mirë po, është tejesisht e papranueshme, sepse e nxjerr këtë Edi Ramën aty, si njëri antifemror, që lufton seksin femër, që fyn seksin femër, që në përkamp gratë edhe vajzat, mi po kjo është një perversitet, kjo është një kurvëri e të shprehurit para popullit, për arsye se me sa di unë, Edi Rama e ka rrethu veten atje në partinë e tij kryesisht me femra. Pra ai nuk mund të jetë antifemror KPD-ja, por femror, e don ai në kulm që don femrat tek PSOE. Këta janë pisllëqe. Këta janë masterbime me gjetë diçka me fyë dhe me shat tjetrin. Në qoftë asaj i shan vetëm femrat e PD-s, edhe jo të PS-s, ai nuk është antifemror. Për shembull, në qoftë se në partinë e tij janë 2 kandidat për ministër nga burra dhe 2 kandidat nga femra, dhe ja i plotëson të 4 këto. Pra edhe një herë ky zgjell për shembull 2 burra dhe nuk zgjell 2 gratë, atëherë ti mund të kesh të drejtë, jo vetëm me një fakt, po fakt pas fakti ndodhen një njëjtë gjë, me raportisë ti për shembull, atëherë ti mund të kesh të drejtë të thush që ky njeri nuk e përbuzë në përkamp e urren seksin femër. Por në qoftë se ato gra që ai sulmon janë të Partisë Demokratike, atëherë kjo nuk më bind mu. Kur ai ma nafër vetës gra, jo balluku, jo leshi me qime, nuk më bind mu që ai është antifemror, por është thjesht kundër Partisë Demokratike dhe ka gjetë një person ta sulmojë personi për fat keq ka qellu gru. Këto lloj politikanësh këto më neverisin, edhe këto më japin atë shtytjen për më shkruaj, siç ishte për shembull kur unë përshkruaj një libër, edhe ky libër ka po 4 vjet tash që unë e shkruaj rapatem, e nis mendoj që po hec mirë dhe pastaj i vej kryqi çdo gjë që kam shkruajt dhe filloj nga e para që s'm ka ndodhur kurrë ndonjëherë, pikërisht sepse nuk është zhanri tim. Është nëse edhe unë kur po flisja aty dhe po shkruaja dhe po studioja për Ashkenazi Jews
origjinën e ashkenazit gjuz dhe kryesisht por vetëm të them diçka që s'do ta pranoj askush, por që kam arsyet e mia pse a them dhe e tregoj juve më vonë. Unë du të lidh prejardhjen e qefutëve ashkenaz, të quhen ashkenazit si gjuz, me botën pelazge që janë një hibrid i botës pelazge iliro-greke edhe hebrejnjëve dhe izraelitëve. Kjo është ajo që unë kërkoj të vërtetoj, dëshmoj edhe të arri në konkluzion në libër. Mirë, por nuk është e lehtë. Arsyet janë të mia dhe do t'ja tregoj juve pse kam arsyet. Pra, nuk është të thënë që kjo është kështu siç them unë, nuk ka rëndësi nëse është kështu siç them unë, pra nuk është të thonë që kjo është ashtu siç them unë, nuk ka rëndësi nëse është ashtu siç them unë. Unë kam arsye të tjera, edhe arsyet e mia janë arsye për të rgu jo thjesht vlerat tona pelazge, jo për të botën të flasin e të mendojnë për pelazget që kanë ekzistu, por për të qetë një formë e një mënyrë për t'i servir botës ato materiale dhe studime shkencore që kanë bo një pjesë e mirë e shqiptarëve që disa nga ne kanë qef t'i quajnë amator, edhe që bota nuk do t'i lexoj kur, e do t'i neglizhoj dhe do t'i marrë kështu si mokori, do t'i marrë si përtallje. Flas për atë nivel njerëzish që merren me kërkime shkencore. Edhe flas për libra që nuk janë libra që lexohen si romane nga i madh i vogël, biles a studentët dhe këtyre fushëve për kace nuk e lexojnë, por vetëm shkencëtar të mirëfillt edhe bëhen si referencë këto lloj librash, nga ku referohet ai që merret dhe bën një libër më të lexueshëm për masat. Edhe thonë ata ja si thot filan Fiseku në këtë libër për shembull, kaq vlen këto lloj librash. Pra gjithë ky mundim që bëj unë, që kam 4 vjet që merrem me këtë libër, edhe libri me sa di unë do të me sa mendoj deri tash do të tëllohet A New Palestine, që do thot një Palestinë e re, no two state solution dhe jo zgjidhje dy shtetërore, edhe në titulli është edhe në titulli i librit, se ka titull edhe në titull do jetë në qoftë nuk ndryshoj mendimin, The Ashkenazi dhe Levantine Roots of the Ashkenazi Jews, që do thotë rrënjët levantine, pra nga Levanti, nga Palestina të qefutëve ashkenez. Edhe pra unë e di që këtë libër kam 4-5 vjet që punoj dhe akoma se kam përfunduar dhe nuk e di sa do të zgjasi. Këtë s'do të lexoj askush dhe nuk mund të lexoj askush. Në fillim do të jetë tërheqës, kur flasim për origjinën e qefutëve, kur flasim për padresit që janë bo palestinezëve, si që bon gjithë botës, po dhe padresit që janë bo qefutëve për kashmira vjetë, ku të dion, 100 vjetë në mas. Këto të jenë pak tërheqës, edhe janë, mi për kur futemi pastaj në brëndësit librit, ku unë mundohem të vërtetoj prejardhjen nga ana mashkullore paternale, si thonë, jo nga ana të qefutëve që i vërtetoj atë në libër si pelazg. Kjo pastaj kalon aq shkencore edhe aq e palexueshme për masat, sa që askush do ketë durimin ta lexojë këtë libër. Unë e di këtë. Edhe prapë po mundohem se mendoj që i shërbej një çështje të madhe, një misioni të madh që i kam vënë vetës. Misioni është se unë besoj tek qenësia pelazge që paraprin grekët, që është ajo shtres proto-ilire, pra nga vini lirët edhe grekt, edhe pra po do e lejnë edhe ilire, edhe që ka sëndu dikur me stheun, edhe që ka dhonë gjuhën gjithë
popujve të tjerë evropian, kanë dikur shumë edhe tek popujt arab, nuk kanë qenë arabë të asaj zone, kanë qenë Syrian, Babilonës, Hebrejt, Izraelitët, e ku të dion, Kananajtë, e gjitha këto kanë diku edhe në ato zona pelazgët, edhe mohohen. Disa për arsye mohohet të qenit pelazg, për arsye se studimet e mirëfillta do të shkatronin historinë njerëzore, se historia njerëzore bazohet tek historia e Evropës, sepse atëherë do të nxirrin shqiptarët si të vetmit mbijetues edhe gjuhën shqipe e vetmja gjuhë që kam bjetu dhe është me element pelazg, edhe do të transformonte gjithë historinë e njerëzimit civilizum, sepse çdo gjë paraqitet me origjinë greke dhe do të paraqisë pastaj pelazgo, ilire, ku natyrisht futet edhe pjesë greke, por do të transformohesh komplet historia, kështu që kur nuk do të pranohet dhe do të luftohet kjo ri, por unë që mos metën e heshtje disa studimet mirëfillta të studiusëve në përballë që janë me pakic, me pikatore, edhe disa studimet shqiptarëve të zellshëm, të palodhshëm, që këto i quajnë sharlatan, që vërtetojnë këtë lidhje, atëherë unë kam gjetë një mënyrë, ose mendoj që kam gjetë një mënyrë, që të them këto në mënyrë të kamuflume, duke u paraqit para botës që unë po flas për çifutët, po flas për prejardhjen e çifutëve ashkanez, edhe duke fol për këta faktikisht unë po fus aty krejt teoritë e ndryllmet, shtrydhmet, lana me njanë, të flakme për tej, të përbuzme, që vërtetojnë qenjen pelazge, që vërtetojnë që shqiptarët janë të vetmit ndoshta që mbjetojnë që s'ka ndryshu asgjë nga pelazishtja, edhe gjuha tyre është vetëm gjuhë që ekziston nga gjithë bota pelazge, bota e madhe, ku futen pastaj edhe truskët, edhe fenikset, edhe pra gjithë gjuhët e tjera të botës, nga vinë gjuhët e tjera, qoftë dhe latina, ku të diun. Edhe kryesisht këtu pastaj, se ne kemi një numër të madh që nuk janë njerëz me diploma, njerëz që njihen gjuhësinë apo lingvistikën shqiptare si kompetent mirëfillt, por ato kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sikur vetëm e kris ata çka quhet atë xhamin, edhe nuk e ka thy, po e kanë kris. Edhe këtu do futen njerëz për shembull edhe si Dragan Dalipaj, që bën një punë jashtëzakonisht madhe me morfemat, pavarësisht që për mendimin tim nganjëherë e kalon masën që kërkon të shpjegoj çdo lloj fjale me gjuhën shqipe, nuk është e nevojshme edhe të shpjegoj në mënyrë spontane, edhe në televizor, edhe bëhet nganjëherë qeshërake. Jo çdo lloj fjale duhet shpjeguar me çdo kusht. Kjo nuk tregon shkencë, por sidoqoftë ai metet për mua ka bërë kontributin më të madh në gjuhën shqipe, ndoshta që mund bënte çdo kusht, sikurse edhe Sazan Guri me të tingujt e natyrës për gjuhën shqipe, që njerëzit i lejnë me njanë. Këto janë kontribute shumë më shumë se këta byth pamukët e gjuhësisë që kemi njoft ne, këta Shaban Demirit, këta që quhet ky idioti, ky Labanjozi, ky Xhevat Loshi, që thot s'ka pelaz, që flet për përbuzje, që edhe pelazia s'ka jetu, gjona që ne mendojmë që këta në paguajt nga Akademia Serbe për me po punën anti-shqiptare. Mirë po, kur po punoj me këtë libër, unë rastësisht kam ardhur tek dy libra që i ka botu Akademia e Shkencave Serbe, ku vërteton që pelazishtja dhe pelazgët kanë jetu pra Akademia Serbe.
e pranon që se ky thot ky idioti është kaq larg se marrin në nërsi këto idiotët. Këto marrin në nërsi ku janë paguajt këto e janë bë klysh ose do të mbrojnë ato teoritë veta gjysmake që kanë bërë për 50 vjet në kohë të komunizmit. Këto shkojnë aq larg sa bën poshtërsi e qasharak, jo vetëm para botës son, edhe para botës së vërtet shkëndësore, që vetë armiku jon më i madh që na lufton neve, luftoj për jetë vdekje për çdo kohë serbët, e pranojnë që pëllazgët kanë qenë, këthos kanë egzistu, për pranojnë që ca indian, e pranojnë Akademia e Shkencave Serbe, por ato e pranojnë vetëm si paraardhës të grekëve, edhe pastaj pëllazgët jo vetëm që kanë jetu, po jo vetëm që i kanë thonë Evropës gjuhët, Evropës perëndimore, latineve, gjermaneve, ku do t'jo gjermanë që janë të afërt me ilirët, edhe latineve që janë etruske, ku do që pra pëllaz, por edhe vetë slavëve. Pra u kanë thonë gjuhën pëllazgët. Jo pra që kanë jetu, që është e pa diskutueshme që kanë jetu, e kanë qenë një fuqi e madhe, po edhe vetë ata e pranojnë që gjuha slave e tyre rrjedh nga gjuha pëllazge, por me kamuflimet dhe deformimet që i bëjnë historisë, ato e paraqesin thjesht. Pëllazgët i paraqesin si paraardhës të grekëve, edhe munohen më slanë të lirëve e shqiptarëve, por e pranojnë. Edhe kjo më bëni mu që, për shembull, se unë aty jam pasionant emocional në moment edhe spontan që të bëjë të viti dhe haroja kur përflisja. Haroja për shembull nëse ky shkencëtar është australian apo austriak. Nuk haroja, po një fjalë më vjen gojë edhe harroj në moment pastaj që ekziston një fjalë e dytë. Edhe kjo është ajo që më frikson vëllezër e motra, se po hum shpejt dhe kanë frikë se do hum këtë qartësinë mendore, edhe do të shtohet kjo doza e sklerozës pa e marru këtë libër që po më merr shumë kohë. Pra unë përshkruaj një libër që nuk do të lexohet nga masat, që nuk do të më sjellë mua asnjë lloj profetimi personal, përkundërzi, më ka marrë një kohë të gjatë që mund ta shpenzoja për veten time, për qefin tim, për argëtimin tim, qoftë edhe nëse do shkruaja një poezi apo një tregim që edhe kënaqesha, po edhe dikush do ta lexonte, por ky mision gjanë më i madh për arsye se unë nuk jam shkencëtar i kësaj fushë. Për shembull, në qoftë se unë do flas për morfemat, për fjalë formimin, për vajtjen tek një rrokje e fjalës shqipe, që është tulla, që është atomi që bën gjithçka, tulla që bën ndërtesën, unë jam pasionant, amator, por unë nuk jam kompetent i mërfill të kësaj, për këtë është Agron Dalibaj. Mirë pa, unë jam si ai gazetari, që për shembull nuk është general si Napoleon Bonaparte, nuk është kryeministër si Edi Rama, nuk është doktor zemër si Sali Berisha, por ky di të tërgoj për gjithë këta në gazetë, që t'i bëjnë të lexueshëm edhe të kuptueshëm për botën që i lexon. Pra, në qoftë se do të merrni me ekspertin e zemrës, e të fliste në televizor, populli s'do mësonte asgjë, se do fliste me teori shkencore, me emra latin, terminologji latine, edhe për popullin të ishte lodhshme. Mirë, po të vite një gazetar e thoshte këtë, s'do di më ka bë, Sali Berisha i do të paraqeste fare thjesht. Unë nuk jam shkencëtar i mërfillt, si Agron Dalibaj, unë nuk jam studios i mërfillt, si i gjuhës për shembull, si Elena Kocaqi, unë nuk e kam as aftësinë e atij djalit mrekullueshëm që për mua është historian mbi historian, siç është edhe një gazetar i përkryer Marin Mema. Por unë kam një mision, edhe një dëshirë, edhe një aftësi, por t'i mbledh këto çikrima nga studiues të mërfillt, dhe kryesisht nga ata që bota nuk e lexoni për fill, edhe në Shqipëri
Akademia e Shkencave në vend që t'i përkrahte me fonde kur bën një gjë të tillë, i lufton se nxjerr këto bolet e akademisë që mahen si kompetente të tyre fushëve, idiot e sharlatan, edhe këta i luftojnë. Në çdo vend të botës, qoftë edhe një student, po të bonte një studim rreth diçkaje që kishte interes, mlidheshin fondet, i jepin fondet që i të merret me këta. Kurse këto që po bëjnë një punë, një epope, një odise, kryesisht këto që merren me albanologjinë dhe historinë, me çka është e fshehur dhe ma të fshehur dhe shtrydhet të ndrydhet nga bota jonë që mos të ekspozohen. Kur këto dalin me punë kolosale, me mundime private, të vërtetojnë diçka, edhe nëse është gabim, në vend që t'i përkrah akademia, edhe me libra kritike të kritikoj ku janë gabim për çfarë arsye, edhe ku kanë të drejtë sipas atyre, këto i luftojnë me çdo kusht. Edhe unë, duke qenë se këta luftohen vetë në Shqipëri në radhë parë, edhe lemo në botë nga qarqet që janë të interesuara të fshehin çdo gjë të botës shqiptare, kryesisht sepse të tërsohet komplet historia, të tërsohet komplet historia, thash, lingvisticizmi, gjuhësia, ku të dion. Këto kanë arsye, edhe nëse nuk na urejnë neve si shqiptar për të mbrojt atë pesëllik që kanë mbrojt për kaq që duke fillu gati nga 2000 vjet e qërë më sot, këto do të luftojnë të vërtetën, do të avërosin të vërtetën, edhe ndaj unë kam gjetë një mënyrë të tërthort, të fshetës, të kamuflume, për mi ekspozu këto para botës, si gjoja po flasë, që jam në fakt që po flasë, për vërtetimin e rrënjëve të qefutëve ashkenaz që janë nga Pelazga, edhe pastaj merrem me studimet më fillta, të mbledhura këtu aty, nga gjithë bota, nga çdo lloj burimi ku unë kam mund për 3-4 vjet të gjej, edhe në qoftë se këto nuk janë të vërtetueshme shkencërisht, të paktën hapin rrugën edhe për këto lexues shqiptar që ndryshe s'do t'i merrte kush në botë parasysh, por përkundërsi do t'i ignoronte. Pra, mendoj që kam një mision të madh për mi i shërby diçkaje që me të pat drejt është mullu, është varros, edhe do formohet me çdo kusht nga çdo kush. Edhe ajo që më çuditën më është se kjo akademia jonë e shkencave, këto marqyp, këto të poshtër, kanë shku deri atje, sa që shkojnë edhe bon edhe antishkencor që bojnë edhe vetën e vetë idiot, që nuk janë, por se duan të shërbejnë me çdo kusht atyre teorive reaksionare, aq sa nuk i shërbejnë as vetë ata që i paguajnë. Për shembull, si thash, Akademia e Shkencave Serbe. Akademia e Shkencave Serbe është shkencërisht e sakt me popullin e vet. Nuk bën qesharakëlliqe të tilla që Pelazgët nuk kanë jetuar siç bëjnë këta idiotët që thotë që s'kan jetuar Pelazgët, nuk ka varë Pelazg, por kanë jetuar sipas këtij idioti Xhavat Lloshit, indian në Shqipëri, sepse para 6000 vjetëve këto kanë botuar një libër këto, që thotë ky, që vërteton që një popull indo-evropian, pa indian, ata kryesisht anojnë tek indianët, ka jetuar aty, po nuk na tregojnë varre për indianët. Nuk na tregojnë fakte e ky diell. E pse? Shifoni pra. Serbët, Akademia e Shkencave Serbe, kërkon të jetë sakt me botën, me shkencën dhe me popullin e vet. Edhe i tregon që Pelazgët kanë ekzistu, i tregon popullit vet, Akademia e Shkencave, një të vërtet. I tregon që ka ekzistu, por më hanë që janë paraardhësit e lirëve, por i tregon që kanë ekzistu të paktën si paraardhës të grekëve, edhe tregon një të vërtet madhe shkencore që bile gjuhët slave, është ai libri Pelesato Slavika,
libri I dytë, siç është edhe Grisi e Pelazgi, libri I parë I këtij Milano Budimir. Pra, I tregon që Pelazgët jo vetëm që kanë jetuar, kanë qenë një popull I madh, por ato I japin edhe slavëve vetë gjuhën slave, pra rrjedh nga gjuha pelazge, si rrjedhin gjuhët e tjera të botës. Kurse ky idiot I thosh shqiptarëve se këto shqiptarët kanë një mision serbët, që shqiptarëve të vetë ju amyllin syt të mos e dinë se në dhënë nga vin. Për shembull është një lloj që të dalin për shembull vlonjatët kanë aty në breg ata pasardhësit e Skënderbeut, ata pasardhësit e Gjonit, se jo të gjithë ikën në Itali, ngelen sa aty në Vuno, në çan të fshat, po dalin një për shembull të them nga Lushnja, më falni Lushnja, e të thotë që dalin me një teori që ne jemi pasardhësit e vërtet kastriotëve, edhe të shkoj pastaj edhe të mylli gojën arbëreshëve në Itali, që ju s'keni t'ja heqi, jo vetëm t'ja mylli, po t'i boj aq ignorant, t'ja shplaj nga truri, që ata mos e din që kanë përjardhje nga kastriotët arbëreshët në Kalibri, nga Skënderbeu, që t'i metet këtyre etiketa. Këtë bëjnë ato serbët. Shif tash çfarë bëjnë serbët me këto ignorant shkencëtar që kemi ne, si Xhevat Loshi. Ata nuk mbehojnë botën pelazge, dhe I tregojnë botës pelazge, I tregojnë botës serbe dhe slave, që pelazget kanë jetu, së është një vërtet e madhe, edhe kanë qenë paraardhësit e grekëve, që është një vërtet e madhe, edhe që prej tyre vinë gjithë gjuhët e tjera evropiane, që është një vërtet e madhe, siç vjen edhe gjuha jonë slave, por ata vetëm bëjnë një delenxhillik, atë thonë që nuk e pranojnë, ose nuk e dëshmojnë, ose nuk e thonë që pelazgët janë edhe paraardhësit e ilirëve. Me qëllim që të na zhdukin e shqiptarëve lidhjen me pelazgët, se ne jemi të ardhur. Edhe t'jo mushin menjen edhe slavëve dhe serbët vetë, që shqiptarët nuk kanë lidhje me këta. Pra në qoftë se dikush ka lidhje me pelazgët në Ballkan, ne serbët dhe slavët kemi më shumë lidhje me pelazgët se shqiptarët janë të ardhur të vonë. Pra ata e pranojnë të paktën që një pelaz, kurse ky klëshkurve, ky idiot, ky Xhevat Loshi, njeriu më mërhum, më psikopat, më rrot. Lexon ai libra kështu përmendsh, siç lexon çdo papagall. Papagalli ta thotë, thuhet ti hello, ai ta thotë hello ty. Po ai nuk di. Papagalli të tregojë nga vjen fjala hello si erdhi, siç mund të di njeriu. Kurse njeri nga Siberia, që zë anglisht nuk e di fjalën hello, papagalli e din, edhe e thot, po kjo s'do thot që ishte më I sofistikuar papagalli për më vërtetu për ardhen e fjalës hello. Edhe ky magjibi, ky idioti që akoma e majnë në po universitete këto mediokrit, këto idiotët, të flasë para studentëve, të nxjerr pordhë nga goja, ky di teori që ka lexuar përmend kryesisht teori anti-shqiptare, diti artikuloje të bukur si sëm pamuk pederasa është I shkallum, por idetë që ai paraqet janë aq prej idioti sa që thu si mundet ky njeri të mos I vit topet dhe pras veten, si ai një klysh tjetër që thotë Skënderbeu është shqiptar, edhe për turp e vra veten mas sa kohësh. Pra këto serbët, po themun armiqtë tonë, që të thonë të lush mensh, këto e tregojnë të vërtetën popullit vetë, që pelazgët kanë jetu, që pelazgët janë paraardhësit e grekëve, që pelazgët I japin gjuhën gjithë botës, na japin edhe neve slavëve. Ato vetëm bënë ato delenxhillikun, thashun, që me njënojnë që bota shqiptare s'ka zgjo, dhe vinë edhe këta klysh. Jo vetëm që thonë tashti, të shërben serbëve si Xhevat Loshi, e gjithë akademisët e tonë Tiranë, që shqiptarët nuk kanë lidhje me ilirët edhe me pelazgët, edhe po ky shkon aq larg sa shkon edhe kundër shkencëve 10 serbët cilët ky shërben, që thotë s'ka pas pelazg. Kur këto ta thotë ty vetë Akademia e Shkencëve Serbe që ka pas, ky idiot thotë s'ka pas. Shife se çfarë ignorance, çfarë paditorie, çfarë sharlatanësh, çfarë njerëz miran ne kemi pasur gjutar, edhe akoma
në mahen si ekspertet e gjuhës. Këta më bëjnë të më dhejmë shpirti që ndoshta po e humbë të shpet qërtsin e mendjes para se të botoj këtë libër, para se të përfundoj se më do botoj nesër librin Palestina e re, New Palestine, Ashkenazi Jew, Levantin Rutësëf, Ashkenazi Jews, ku nxjerr që pellazgët jo vetëm që kanë qenë, jo vetëm që janë baballaret e gjithë popujve të tjerë të Evropës, por siç thotë edhe ky një studius austriak i vitit 1800, shqiptarët, edhe i shqiptarët i quhen ilirët që fillon të quhen të tillë si shqiptar dal nga dal kryesisht sharbnor me rënjën e perëndorisë romake. Pra, ne jemi i lirë, nuk na quhen neve shqiptar. Ai na quhen i lirë që fillum të quheshim shqiptar me rënjën e perëndorisë romake, jemi të vetmit që jemi pellazg, edhe të vetmit që ruajmë gjuhën pellazge, gjuhën shqipe. Sa më gjoka.